Kisha pas qef më dhonë veç një vëmendje 2 sekunda, është një trajtim briljant që e bjen Kurani. Në surën El Fajr, Allahu i Madhnushëm vjen me ajetet kuranore në cilat provon me renu mendësinë materialiste. Çka është mendësia materialiste? Që të ecin punë të mirë, të shkojnë punë të mirë, s'ka probleme, s'ka ankesa, s'ka defekte, Zoti po më don. Si të lëvitën pak punë, naj krizë, naj fatkeqësi, Zoti s'po më don. Do me thonë, materializmi bëhet kriter, do me thonë ti tash ju drejtohesh Zotit. Sa herë të bën mirë, e merr mirë në kuptimin fizik. E merr që Zoti po të don. Sa herë ndodh ndonjë fatkeqësi fizike, e merr që Zoti s'po të don. Zoti po don me rënu sepse ky kriter materialist. Është kriter i rrezikshëm ky, pse? Sepse Zoti ka bëu shumë të mira që nuk janë të natyrës materiale. Ka qindra mira çështje që lidhen me botën jo materiale. Prandaj Allahu i Madhnushëm thot, kur ne i japim atij të mira, ai thot Zoti po më nderon. Kur e sprovojmë ose ja nalim pak të mirat, thot Zoti po më dënon, ose Zoti po më poshtron. Në vazhdim thot Allahu i Madhnushëm, jo, kjo nuk funksionon kështu, Zoti i gjithësisë. Prandaj është logjik pura materialiste që e mot relacionin e robit me Zotin vetëm qysh po na ecin punët. Punët materiale kanë fjalën. Prandaj është qasje e gabume. Pse? Ty mundet më të lovit punët ndonjëherë. Mundet më ndodh një fatkeqësi. Mundet në komunikacion më ndodh një fatkeqësi. Ama kjo nuk është argument që Zoti po dënon. Për çfarë shku që ti je njëri moralshëm, ti je njëri familjar, ti e fal namazin, e ki besimin, e ki moralin, i ki këtë vlerat. Me qëto gjëra matët relacioni me Zotin. Jo ki pare shumë, a ki pare pak. Ato e çështje ekonomike. Normal që me pas ma shumë, ma mirë, në rregull krejt. Po nuk ka kriter se unë jam burri mirë ose s'jam burri mirë. Je burri mirë matët me çështje tjera, që që ka përmen Allahu i Madhnushëm.